Një ndër veçoritë më të dallueshme janë lisat shumë vjeçar, të cilët qëndrojnë si dëshmi e kohës dhe ruhen me përkushtim nga banorët. Në zemër të fshatit qëndron krenar Trungu i Bungbutës, i cili nuk është vetëm një les, ai është i rrallë ku ka parë breza të tërë të rritën nën hijet e tij. Ky monument është i mbrojtur me ligj, sepse ka një histori, një identitet i cili mendohet që ka 400 ose rreth 600 vjet. Po si mbas gojdhona gjyshit tim, ai thët dikun, kjo është me qindra vjetë, dikun 300-400 vjetë, edhe si mbas studimeve, mas luftës, e kanë bon studimin në institutit për mbrojtje. Të pëmëven edhe kanë deklaru që ata dikun 400 vjetë i ka kjo trungë. Po si është për juve fshatarëve që e keni rujtë diçka të tillë që 400 vite? Është simbol i kësaj lagje, thot drejtën këtu kanë majt ahengjet ndryshme, vajzat kur kanë shku nuse, djent kur janë martue, dikon 300 vjet i zën hija tina. 300 vjet. A dit 300 vjet i zën hija. Edhe kështu që është shumë simbol i mirë. Po, e runë një histori të këtij fshati. E runë shumë mirë historinë e fshatit tonë. Po. A na tregoni prej cilit vet pastaj ka kalu në mbrojtje? Në mbrojtje ka kalu dikon 2014-ën. Sipas edhe tablës që është tu, e mbrojtën prej institutit me ligj, është i mbrojtën. Po çfarë kujtime keni ju si fëmijë pikërisht në hijen e këtij? Ne si fëmijë kemi kujtime shumëta, se këtu kanë lujt fëmija, kanë lujt shumë fëmijë, po fatkeqësisht tash nuk pa ka shumë, se janë shprëngull jashtë, se përpara i ke gjetë 50 fëmijë të luhen. A ka edhe ndonjë specifik tjetër fshati? A thot drejtën, ka specifikat të mira, ka tu kem malin afër, e kem natyra shumë e mirë, e kem burimin e ujtë këtu në mes të lagjes, a kanë burimi këtë lagjes këtu një ven, po tash jenë bon me shpime me asi. Një veçanti i këtij fshatit është edhe ura e lirisë. Çka e karakterizon atë urë? Ura e lirisë është e karakterizon se aja është bombardu gjatë luftës, NATO ka bombardu, ka nejtë këfori një kohë gjatë. Aty, këtë luftën e këtë të se kom përjetu në qitë rrëthin, qitë ven, qitë shpi, qitu. Sa ka qenë e prekur ky fshat gjatë luftës, sa ka? Ka qenë shumë i prekun, jo pak, po shumë i prekun, se kem pas asfaltin nga